Si mbas ikimeve, si mbas ashtu që e dëm publiku atë kongë shumë, është konga me Shkurt e Gashi në Mali. është konga më e suksesshme, ka shumë sukses edhe në mramje kur e këndojmë, do me thonë e shë edhe në për videot e Shkurtës edhe në videot e mia, është do me thonë për një me është mega hit konga. A keni diskutu ndonjëherë që me pas edhe ndonjë bashkëpunim tjetër me që publiku ju ka vlerësu bashkë si dyshe? Besoj që tash është koha me ndu për ndonjë balat bashkë me Shkurtën. Do të thotë e keni bisedu? Po, ina për shtatë edhe me Shkurtën une nina shumë mirë sepse më ka përkra prej fillimit shumë edhe e falenderoj, e shfrytëzoj rastin me falenderu prej këtu që edhe në këtë projekt do me thonë me shumë dëshirë e ka bu projektin me mu edhe gjithmonë përkra, gjithmonë njep këshilla për mu, e falenderoj nga zemra edhe me shumë kënaqësi kishim bërë projekte tjera, pse jo. Burak, sa i përket jetës tone private, ti gjithmonë ke qenë shumë hermetik. Në momentin kur fillova kërkimet e mia, ende lajmet për ty edhe për supozime që ki qenë me dikon lidhje ka mbet nga viti 2018. Edhe pse ju ka ikë si detaj audiencës që te kur ke qenë në program festiv të Elite Way, e ki diskutu vitin e kaluar që e ki pas një ndarja. Sot, ku je? Por këtë pjesën për jetën private, unë asnjëherë nuk është që unë se shët të arsyeshme për shembull kur të vi këtu ose me kriju diçka në karrierë, sidomos me këto muhabete. Po s'është thjesht për veti për shembull. Ku je sot me status? Sot jam domethënë single. Jam çashtu që shumë konë kur vitin e kaluar. Që një vjet. Po, çashtu një vjet. Do të thotë s'ka ndryshuar kur gjë. Jo, s'ka ndryshuar. E kom pa në shumë intervista që me një farë mënyrë ka fillu presioni ndaj Burakut se Burak ti po këndon për të tjerët, për ti kur do mu martu. Se po mendoj që njerëzit pa tjetër po dojnë me të pa ty me një status saktum? Po tash nuk e di, une gjithmonë jam përgjigj edhe i përgjigjëm edhe atyme që edhe privatisht më thojnë, kom dëshirë me marrë dhaj moment me dëshirën më të madhe, nuk du me bo hapa të pasigurt edhe hapa të gutshëm, edhe me gabu se është diçka e shejt edhe diçka që të përcjell të jetën. Edhe kam dëshirë me bo me qefin më të madh, me bo me shumë ndjenja, me shumë dashni, nuk du me bo veç sa për fësye faqe. Ti balada ti këndon me shumë shpirt, a i lëndu nga dashnia ndonjëherë? Edhe këtë pjesë do me thonë plot njerëz, për shembull nëse postojnë ai balad, ashtu në komente që më dërgojmë, thonë, o vlla, ti ja vun shumë atë kanë shpirti ja shka. Po e thash, unë e baladat i du shumë, edhe në balada unë e dyshysh e ndjej muzikën. Edhe nuk ka arsye, për shembull, ka plot njerëz që i dojnë baladat i ndëgjojnë edhe paragjykojnë